mos i hato. Pse? Të janë qofte me mish viçi të freskët i brëve? Po, por mishi i viçit, studimet kanë treguar që shkakton kancer të zorës së trashë, rrit edhe kolesterolin, po ashtu dhe dëmton zemrën. Mos as atë, ka gluten, të dëmton zorën e gjithashtu të shëndosh. Stop! Mos i konsumo këto që kene pjatë. Ves? Po, nuk e ke dëgjuar, studimet e fundit tregojnë që vesa kur mban shumë kolesterol dhe aq më shumë e skuqur, ta dëmton totalisht zemrën dhe t'i bllokon të gjakut. Stop! As atë bukë. Po është bukë integrale. Dihet me çfarë është bërë? Stop. Nuk duhet të konsumosh vezët. Në thej për vezë të skuqur. Po, as të zjera, por kur i ha të zjera do tash vetëm të bardhën. E verdha jo, është alarmante. Studimet kanë treguar që mund të shkaktojë edhe vdekjen. Aq më pak kosin, përmban laktozë, të shkakton djersitje, shtim në peshë e shumë probleme të tjera me intolerancën. A ke lexuar ndonjëherë nga shkenca? Çfarë po bën? A do të vdesësh herët? Nuk duhet i konsumosh ëmbëlsira të rrisin sheqerin në gjak dhe mund të shkaktojë diabet. Okej, po çfarë të ha? Hej, në 35 vite, shumë informacione për të gabuara. Në 2025 vjen informacioni i dur. Lexo dhe mëso çfarë të hash, të bëftë të mirë dhe shëndet. Sigur vetëm 5 minuta ishte. Ej, jam prapë unë. Si po duket ushqimi? Në 35 vite pas më hënë gabim, tash do të ha letra. Okej. Ti për çelëzët?